Nuk presën me bën bamirësinë veç muajin e Ramazanit. Bamirësinë në bajt ton vitin. Për mua kënaqësia më e madhe është kur shkojnë furrë me marr bukën. Në ata shëdime, unë aty e gjej shumë komunitetin Ashkali, edhe unë kënaqësia më e madhe është kur më para jap buka tyne se e marr për veti. Nëse ne jemi të mirë edukuar me emocionet tona, domethënë ato që na serviren nga shoqëria neve veç na jena të gatshëm me ditë më përgjigj. Ama e të pjesa për shembull për veten, nëse flas në aspektin personal, po lë aspektin profesional, unë kënaqësinë më të madhe ose lumturinë më të madhe e kam tek librat. Unë domethënë kohën e verës kam shumë të angazhuar, ama kohën e dimrit e kam pak më të thjeshtë, sidomos mëngjesin. Unë gjithmonë lumturia më e madhe ndoshta veç dy rishta i ke lexuar në libër, ama mua më ka dhënë kënaqësinë për ton ditën. Edhe unë këta e praktikoj gjithmonë, unë kam shkruar si vesh që dimër gjithmonë e lexoj. I kam disa vende të mia të preferuara në kafe, ku edhe marr kafe edhe lexoj. Por na që jetojmë në Kosovë, na e kena një fat të madh. Pishat e Slatinës besoj që shumë i din. Edhe atje është një natyrë që veç Zoti ka ditë me kriju. Edhe atje është maksimumi dal 2 herë në javë, që domethënë këtë pjesë më fut në gjak edhe fëmijëve. Edhe atje është një mrekulli sepse ti i shkarkon emocionet negative, mendimet negative, stresin, të paktën një herë, 2 herë në javë, ama e bajnë një herë, domethënë një orë, po që ajo mjafton për ton javën që me nejtë e relaksume, qetësume, me qenë e gatshme për punë. Me pas krejt me bo qështu. Domethënë unë e gjej lumturinë kështu pjesë të vogla, po ato për mua janë shumë të mëdha. Leximi i librave, edhe pak para se më hin në emision isha tu diskutu me kolegët. Unë punoj edhe në bamirësi që 4 ose 5 vite gati, edhe nuk presën me bën bamirësinë veç muajin e Ramazanit. Bamirësinë në bajt ton vitin. Për mua kënaqësia më e madhe është kur shkojnë furrë me marr bukën. Në ata shëdime, unë aty e gjej shumë komunitetin Ashkali, edhe unë kënaqësia më e madhe është kur më para jap buka tyne se e marr për veti. Se nuk kushton shumë. Kjo nuk është, domethënë bamirësia nis me gjëra të vogla, ajo është lumturia më e madhe për mua. Po. Edhe pak para se më hin në emision ishim ta diskutuar që kjo është lumturia që mua plotëson ton kohën. Këtu i kisha sugjeruar gjithë që ka pak e çdo ditë me ofrundim njerëzve. Kemi shumë nevojë, ndoshta që ajo që për neve është shumë pak, po për dikan është shumë e madhe. Që ofron çat lumturi që e gëzon. Si klima në që the, e kam taku para do ditën ideal para zyreve të mia ku i kam aty që kam lokalin me tmeta, do të thonë edhe ishte moshë 24 vjet. Probleme psiqike? Edhe kështu fliste mirë e krejt, e bleuni një burek në furrë dhe e hangër gjysën e futin kjesë me nëzise vetëm me një në dorë. Edhe thash ku po jeton, tha jetoj tha me një bodrum, tha ma ka dhonë njoni, tha dhe një shtratë edhe një nxemë, se jam thash shumë i knoqën, tha. Jam shumë i lumtë, tha jam që aty, tha, edhe jam thash shumë okej. Edhe thash nuk lyp ma shumë të jo heq, tha në regull jam, tha dalë qëtu, më zjerë diqka, edhe kom ku me flejta, se ma herët ku me flejta të stacioni autobusave jashtë, tha po ma ka zonë, tha njoni venin, tha, tani 3-4 dit një javë, tha më pas net jashtë, edhe që ky personi, tha, ma ka bo zgjidhjen, edhe tash ta jam i super lumtur. Tash imagjinoj ai nuk kërkon ma tepër. 24 vjet, dhe më thonë, nuk është i aftë me mojt vetën, edhe është i lumtur me qaqë. Po na tjerë që jem shnosh e mirë, me gjitha... Në varet sa i ki kërkesat, tham na për para. Nëse i ki kërkesat, qysh me thonë vija gjata, lumturin keme gjithë ma fështirë. Nëse i shkurtan pak, lumturin e gjithë ma shpejt.